Lejthia, çfarë mbrëmje sot për Lejthin dhe për Elbasan? E vërtet, një mbrëmje shumë e bukur për e para për qytetarët e Elbasanit, sepse me vërtet e duan futbollin, i falenderoj shumë tifozët për këtë mbështetje kaq bukur dhe kaq zjarr dhe falenderoj edhe ekipin, shokët e ekipit, stafin, drejtuesit, gjithë për këtë ndeshje bukur, falenderoj edhe Zotin për golet dhe për fitoren. Çfarë sekreti ka Lejthia ose shënon 2 gole se? Asnjë sekret, thjesht mundohem të jap maksimumin në stërvitje, edhe nëse jep maksimumin gjithmonë ta shpërbesh. Kjo është kryesorja për karakterin tim. A është kjo mbrëmje më e bukur e Elbasanit që nga koha kur vjen Qaf? Po, mund të them që është një nga më të bukurat, po më e bukur do vi. Inshallah e presim ditën më të bukur, akoma s'ka ardhur. Do të thënë pas Eurogolit sotëm do bësh edhe disa Eurogol. Shpresoj. Unë bashkë me shokët japim fjalën që do japim 100%, do jemi të fokusuar gjithmonë dhe mira shpresoj të vi më mbrapa. Jeni 2 pikë para tani, sa vështirë do të jetë ta mbajtur deri në fund. Është vërtet, po këtu është bukuria e futbollit sepse gjithmonë ti nxjerr më të mirën kur je në presion, aty ja tregon vlerën e karakterit dhe nuk e kemi fare problem. Lejthia nuk e ke zbuluar asnjëherë cili është idolli juaj në futboll. Nuk kam asnjë. Nuk kam. Futbollisti i parë që kam nisur për të pa futbollin ka qenë Ricardo Kaká, dhe jam tifoz i Milanit, po nuk kam asnjë idhull. Me performancat që po bëni, prisim ndoshta që thjesht nga kontarja. Shpresoj që po, ajo është një ëndër për të bërë realitet, edhe asnjë gjë nuk është e pamundur. Pse jo? Duke bë paraqitje të mira, shpresoj që një ditë po. Suksese. Edhe një ftesë ka ardhur një